Ai që shkroi me dritë. Një bisedë me Idrisin a.s. Thonë se ai jetoi në kufirin e 4 qijeve, aty ku fjalët marrin krah dhe mendja nuk njeh më peshën e trupit. E megjithatë, për një çast ai zbret nëpër shkallët e padukshme të dritës dhe ulet përballë meje. Nuk mban asgjë tjetër veç një pend shkrimi, por ajo pend rrezaton si një degë e këputur nga dielli. Sytë e tij janë biblioteka të tëra, faqe të shkruara me bojën e heshtjes. E di se po flas me dikë që ka parë fillimin e çdo shkencës dhe mbaresën e çdo misterit. A je ti ai që shkruan me pend? Ai për të cilën thonë se germa e parë në këtë botë doli nga dora jote? Nuk isha unë ai që shkruaja, o birë im. Ishte drita që më rëshqiste në përgishta. Njerëzit atëherë kishin zë, por nuk kishin fjalë të shkruara. Fjalët e tyre fluturonin në erë dhe vdisnin po aty ku lindnin. Zoti im më mësoi se si t'ua lidh krahët fjalëve që të mos iknin. Kështu lindi shkrimi. Secila shkronjë që ti sheh tani është një zog i zënë rob për jetë. Dhe ti je i njëjti që ule në brigjet e Nilit dhe thoshe Subhanallah? Ah, Nili. Unë ika nga Babilonia sepse zemra më ishte mbushur me pikëllim. Njerëzit kishin nisur të adhurojnë zjarin. Ata shikonin flakën që digjte dhe mendonin se ajo ishte Zot. Por unë u thosha, zjari digjet dhe shuhet. A mund të jetë Zot ai që ka nevojë për drum për të jetuar? Megjithatë, ata nuk më dëgjonin. Atëherë mora disa besimtarë dhe unë nisëm drejt Perëndimit. Kur arritëm në Nil, pash ujin e tij të qetë dhe kuptova se Zoti më kishte sjellë në shtëpinë e dytë të shpirtit tim. Qëndrova aty dhe thash, Subhanallah, sepse uji, o birë, është gjuha e parë e Zotit, më i buti se zjari, më i thellë se toka. Sa vjeç ishe kur të erdhi thirrja? 40, ashtu si shumë prej vëllezërve të mi pejgamber. 40 është mosha kur mali pushon së ngriturit dhe nis të zbres. Kur shpirti mbushet plot dhe kërkon të derdhet. Para asaj moshe, unë ndiqja rrugën e Shitit, birit të Ademit. Ai më kishte lënë trashëgim urtësinë e babait të tij, por pastaj Zoti më foli, jo me zë, por me një të ftohtë që më përshkoi shtyllën kurrizore dhe një ngrohtësi që më ngjit në gjoks. Kështu nisi çdo gjë. Dhe ti e ndave kohën, 3 ditë për njerëzit, 4 ditë për Zotin? Ditët e mia ishin si 2 lumej që rrjedhin paralel. Njëri lum shkon nga unë te njerëzit, aty u mësoja atyre numrat, lëvizjen e yjeve, peshat dhe masat. U tregoja se si të qepin në robën, sepse para meje njerëzit mbuloheshin me lëkura kafshësh. U thosha, trupi juaj meriton respekt, nuk mjafton të mbuloni, duhet të zbukuroni, ashtu si shpirti, nuk mjafton të jetë gjallë, duhet të zbukurohet me dituri. Lumi tjetër shkonte nga unë te Zoti, 4 ditë të rija në ibadet, pa ngrënë, pa pirë, vetëm duke dëgjuar atë që nuk dëgjohet. Dhe në ato 4 ditë, unë mësoja më shumë se sa në 3 ditët tjera. Pikërisht për këtë duhet të di, çfarë mësova atje lartë? Mësova se çdo gjë që ekziston në tokë ka një origjinal në qiell. Yjet që ti sheh atje lartë nuk janë thjesht drita, janë shkronja të një libri të madh. Unë isha i pari që lexova atë libër dhe u tregova njerëzve. Kjo është arsyeja pse më quajtën Idris, nga rënja që do të thotë të studiosh, të mësosh thellë. Një pjesë e dijes sime erdhi nga librat e të parëve, Ademit dhe Shitit, por pjesa tjetër erdhi duke u ngjitur në shkallët e qijeve. Po ajo ngritja jote? Po ajo ngritja jote? Kur Kurani thot, dhe ne ngritëm në një vend të lartë, si ndodhi? Një ditë, Zoti më shpalli se do të më ngriste aq sa veprat e të gjithë bijve të Ademit të kohës sime.
Dëshirova më shumë, jo nga lakmia, por nga etja për të. Atëherë më erdhi një mik nga engjëjt dhe unë i thash: fol me engjëllin e vdekjes se dua të ri më gjatë në këtë botë të shtoj ibadetin. Miku më mori mbi krah dhe filluam të ngjitemi, për te i rreve, për te i yjesh, për te gjithçka që njerëzit e quajnë qiell. Kur arritëm në qiellin e 4, takuam engjëllin e vdekjes, i cili po zbriste poshtë. Miku im i tha: për Idrisin të flet, do të donte të jetonte më gjatë. Engjëlli i vdekjes u habit dhe tha: ku është ai? Këtu mbi krahët e mi, ju përgjigj miku im. Atëherë engjëlli tha: çudi, më është urdhëruar të marr shpirtin e tij pikërisht në qiellin e 4. Dhe unë pyesja veten si mund ta marr në qiell kur ai jeton në tokë. Dhe kështu e more vdekjen atje lart. Po, vdekja më erdhi si një mik i ëmbël, jo si armik, aty ku nuk prisja, në vendin më të lartë, dhe unë e kuptova se Zoti im donte të më mësonte se ngjitja e vërtet nuk është largimi nga toka, por takimi me të, pavarësisht se ku je. Disa thonë se vdiqa atje lartë, disa thonë se jam ende gjallë, e vërteta është diku tjetër. Unë jam aty ku fjalët nuk kanë më nevojë për tinguj. Ibn Arabiu të quan pejgamberi i filozofëve, pikërisht ty. Njerëzve u pëlqejnë titujt, disa më quajnë Enok, disa më quajnë Hermes, disa Idris. Emrat janë petka që ndrohen, por ajo që mbetet është dija që lë pas. Unë isha i pare që fola për ekuilibrin e yjeve dhe peshën e elementeve. U tregova njerëzve se si të masin grurin dhe arin, por mbi të gjitha u tregova se ka një peshë që nuk shihet, peshën e veprës së mirë. Kjo është arsyeja pse filozofët më duan, sepse unë nuk ndava kur diturinë e qiellit nga dituria e tokës. E tërë toka është fjala e Zotit. Kush di ta lexoj, gjen të vetmin pas çdo gjëje. Po pse pikërisht ti? Pse të zgjodhi ty për këtë urtësi të fshehtë? Zgjedhja e Zotit nuk ka pse, por unë të them një sekret. Unë e doja diturinë jo për të sunduar, por për të mahnitur. Kur një njeri ruan tek vetja habin e fëmijës para universit, Zoti i hap dyert. Unë nuk thash kur e di, thash gjithmonë sa pak di. Dhe kjo për ulësi më ngriti lartë. Ata që mendojnë se din gjithçka mbeten në tokë, ata që e din se nuk din fillojnë të ngjiten. Ne që kemi kaq shumë dije, kaq shumë libra, kaq shumë shkenca, pse jemi akoma në tokë të rëndë? Sepse ju keni grumbulluar fjalë, por keni humbur kuptimin. Librat tuaja janë të mëdha, por zemrat tuaja janë të vogla. Ju dini të matni yjet, por nuk dini të matni dashurinë. Ju dini të qepni rroba më të bukura se ato që unë u mësova njerëzve, por shpirti juaj mbetet i zhveshur. Ngjitja e vërtet nuk bëhet me dituri të jashtme, por me dituri të brendshme. Derisa ta kuptoni se çdo shkronjë që shkruani është emër i tij, ju do të mbeteni në fillim të rrugës. A do të takohemi përsëri? Unë jam gjithmonë në qiellin e 4 o birë. Ai që kërkon diturinë e vërtet më gjen atje, jo në një vend, por në një gjendje. Kur ti lexon një libër dhe ndjen se ai libër po të lexon ty, atje jam unë. Kur ti shkruan një fjalë dhe ajo fjalë bëhet më e madhe se ti, atje jam unë. Kur ti qep 2 copa pëlhure dhe në atë qepje ndjen se po bashkohen 2 pjesë të shpirtit tënd, aty jam unë. Unë nuk kam ikur kur, unë vetëm u ngrita që të shihem më mirë prej jush. Prit edhe pak, një gjë të fundit. A sheh nga atje lart se çfarë po ndodh me ne? Unë shoh se ju po mundoheni të ndërtoni kulla që arrin qiellin, por harroni se qielli nuk është lart, është brenda. Kullat tuaja shemben, por fjala e mirë mbetet. Pendën time e kam lënë në tokë, te secili prej jush. Secili mund të shkruaj, por jo secili shkruan me dritë.
Lam të mirë, o biri i bisedës, tani më thret ai që më ka thirrur para se të lindte koha. Lexime nga libri Hija e pejgamberëve. Autori Metin Izeti. Interpretoi Bekim Alimi.